Fillimisht në një in do të shtojmë një vezë plot. Tani tek veza do të shtojmë sasinë e sheqerit. Për këtë mosa unë do të shtoj 2 lugë gjille me sheqer. Vazhdojmë me tundin pak, derisa sheqeri edhe veza të lidhen dhe të bëhen bashkë. Tani vazhdojmë dhe shtojmë 2 deri në 3 lugë gjille me vaj, si dhe 150 ml me qumësht. Vazhdojmë tani që ta shtojmë miellin. Miell në total do të përdorim 1 gotë plot. Gota që unë po përdor është 250 ml. Vazhdojmë shtojmë edhe pluhur për pjekje. Pluhur për pjekje do të shtojmë 1 lugë të vogël ose çajt. Vazhdojmë tani përzijmë mirë derisa të fitojmë një masë të mirë homogjene. Njëjtë sikur për pancake. Nëse ju bëhet masa pak e trash, do të shtoni 1 deri në 2 lugë gjelle me qumësht për ta holluar. Kështu si në rastin tim, pra është pak e trash, do ta holloj me pak qumësht. Me kujdes pak qumësht. Dhe vazhdojmë përzije. Kjo është densia e brumit që po kërkojmë për pancake. Vazhdojmë tani që t'i fërgojmë, por fillimisht do t'i bëjmë gati frutat. Marrim disa lule shtrive, cilat i kemi pastruar mirë me ujë. Vazhdojmë dhe i prejmë kështu në fileta të holla. Është një recetë virale që po qarkullon në internet dhe thash ta provojmë edhe ne. Në 3 skajet e tiganit vendosim nga një fletë lule shtrive. Tani me kujdes, nga brumi që kemi përgatit, shtojmë tek tigani i nxehtë, duke u munduar që të bëjmë formë të luleve. Se sigurohemi që janë bërë kështu me fluska sipër, me kujdes, i rrotullojmë nga ana tjetër dhe vazhdojmë i skuqim kështu në zjarr të ulët mesatar. Tani që i kemi gati, sipër do t'ju shtojmë pak sheqer pluhur. Në këtë mënyrë do t'ja bëjmë më të mirë pamjen dhe do dallohet forma e lules. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju këtë pancake dhe do t'i shijoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.